Puthja e ëmbël. Pse njeriu puth? Mund të më thoni? Ndoshta dikujt mund t'i duket një pyetje banale, por është tepër e rëndësishme dhe tani do t'ju tregoj disa sekrete që duhet të dini për sa i përket puthjes. Duhet të dini që puthja është lindi me njeriun. Është një pyetje, kur bëra pyetjen pse njeriu puth dhe i vendosa këtë titull, pra titullin kësaj videoje, puthja e ëmbël, pikërisht pra sepse ka një domethënie, madje ka dhe puthja ka disa përbërës tepër të rëndësishëm që ne duhet të dimë. Nuk dihet se sa e vjetër është puthja, por unë jam i bindur që ka lindur me njeriun, sepse e imprintoi krijuesi, kush krijoi njeriun, sepse puthja është vërtet një ilaç. Po, puthja më e vjetër, ajo e regjistruar ose e dokumentuar është rreth 4500 vite e vjetër dhe është gjetur një plak prej guri në Mesopotami, eksaktësisht në Siri. Dhe kjo plaka tregon historinë e dy të dashurve që nuk mund të jetonin bashkë, dhe sepse nuk dihet se përse, dhe ata fjetën për herë të fundit bashkë. Si duket e kishin dhënë vajzën apo djalin ndoshta, si bëhesh atëherë që i vogël që kur gjendeshin në barkun e nënës, ja jepnin një familjeje, ose një mbreti apo një princi apo ku ta di unë. Dhe ndoshta ishte kjo arsyeja. Megjithatë, puthja është tepër thelbësore sepse me anë të puthjes, përveç se puthja heq stresin, duhet ta dini, po, pra kur puth njeri, i heq stresin. E heq jo vetëm ati njeriu që ti e puthe, por heq edhe ti stresin që puthe atë njeri. Po, kjo është shkencore, është vërtetuar në mënyrë shkencore nga testet që janë bërë. Bile, do t'ju them, puthja shkakton disa hormone, pra si mund të themi, i rizgjon këto hormonet, që janë thelbësore për njeriun. Dhe jo vetëm kjo, por ndikon edhe në sistemin nervor, madje edhe në gjithë trupin, sepse sistemi nervor e shpërndan në gjithë trupin. Dhe duhet të dini që puthjet nuk janë të gjitha njësoj. Bile do t'i them, për shembull, në Tibet, për shembull, nga zona e Tibetit, nuk puthin, por bëjnë me gjuhë, në këtë formë. Nuk është një shaka, është e vërtet. Eskimezët prekin hundën dhe buzët, pra prekin në këtë formë, po ja u tregoj, sepse është mirë që ta dini. Kjo është një puthje eskimeze, pra prekin hundën dhe buzët. Ose kjo tjetra këtu është e oqeanis, pra ishujt e oqeanis, që në vend që të puthen, prekin ballin, hundën dhe ulin kokën. Ose keni mënyra tjera, për shembull, kjo është ajo e Tibetit, që është përshëndetja. Ose keni, tregoj edhe kështu, ose keni në Japoni dhe në Kinë që puthin duart. Ose keni, nuk po flasim, kjo është puthje në përgjithësi po flasim, kështu që kinezët për shembull që përulen me të gjitha dhe puthin duart, indianët që bëjnë përshëndetjen kështu dhe puthin duart edhe ata. Pra keni kjo puthje, për shembull puthja arabe, tregohet që ka lidhje me Kinën e vjetër, sepse Kina në lashtësi bënte një puthje të tillë, pra ball për ball. Dhe kjo është e indianëve të Amerikës, pra kurse kjo këtu e në Malezi, e tjerë. Por puthjet më të famshme, ato mes dy meshkuj dhe femra, mes dy me një çifti, janë për shembull kjo japonezja që bëhet, më falni, francezja që bëhet puthja franceze, që është tregohet që është puthja më e mirë për të rinjt. Pastaj ka dhe puthje italiane, ka pastaj puthje me shpirt, si thuhet, ose me dashuri të madhe. Ka edhe puthje që
vënë gjumë, si mund quhet, të dashurit. Pastaj ka edhe puthje të tjera që janë me pasion, e tjere. Pra, puthja, përveç se është diçka që lindi me njeriu, por është e domosdoshme, sepse pa puthje njeriu është shumë më i stresuar. Është vënë re në një test që është bërë para disa viteve, është vënë re që janë marrë disa gra. Dhe e di që do kush e dhe fillet qesh, po prisni një sekundë. Kanë marrë disa gra dhe i kanë vendosur në dy dhoma të ndryshme. Dhe është bërë një test me të dashurit e tyre, me burrat e tyre, me një fjalë çifte. Dhe një grup për këtyre çifteve nuk i lejuan që të puthnin njëri tjetrin për disa ditë. Dhe njëkohësisht të tjerëve u thanë që të putheshin sa më shpesh ishte e mundur. Brenda 3 ditëve të dyja grupet patën pësuan një lëvizje të madhe, si quhet, të humorit, pra të stresit. Ata që ishin puthur kishin më shumë humor dhe ishin më të zhdërvjellët, kurse ata që nuk ishin puthur ishin më të stresuar. Dhe kjo thash që në ditën e tretë, merrni me se çfarë ndodhi pas 10 ditësh apo pas një muaji. Pra, puthja është thelbësore. Dhe e thash këtë dhe doja që ta bëja këtë, sepse do t'ju them dhe diçka. Është një histori personale. Dikur, kur ishin të rinj, ishte një grua. Grua sepse unë isha i madh, mos themi që ishte vajzë. Isha pothuajse 30 vjeç. Isha ndar atëre, sepse isha martuar. Fillimisht po isha ndar, kështu që isha vetëm. Dhe kjo grua ishte e çuditshme që nuk puthej si puthin të rinjt. Kështu si puthesha unë, për shumë. Por i kishte vetëm prekte vetëm nga anët. Në fjalë me buzë prekte vetëm nga anët. Ishte shumë e çuditshme, por do t'ju them, me kalimin e kohës u ambientova me atë mënyrën që ajo puthte, si mund të quhet, ose prekte nga buzët, vetëm nga anët këtej, vetëm këtej nga anët. Dhe e di që duket shumë si, por unë duaj që t'ja u them, sepse po flasim për një argument që është vërtet serioz. Dhe të them të vërtetën, sikur lëvizi diçka, sikur, si mund të them, sikur u zgjoi diçka tek këto anët këtu. Dhe që atëherë nuk më iku më. Pra, njeriu është varet se si ambientohet. Pra, nëse ne jemi mësuar me puthje ashtu normale, klasike, ashtu ambientohet. Nëse ambientohet në një formë tjetër, pra në një puthje eskimeze për shembull, apo ku ta di unë, ambientohet dhe vazhdon në atë formë. Tani varet nga kohëzgjatja se sa është, sepse nëse është 1 herë apo 2 herë apo 5 herë, nuk luan shumë rol. Por po thoshe që ka disa truke, si mund të quhet, të trupit ton që ne nuk i njohim. Dhe kur i zgjon ato vatra, si mund të quhen, atëherë ti shikon diferencën. Dhe e bëra këtë, pra këtë bisedë tani të kësaj gruaje, sepse unë nuk i kisha ajo ishte pak më e madhe në moshë, kështu që po ishte mënyra e saj. Dhe nuk është se nuk nuk donte, nuk di si ta them. Por megjithatë, po thoshe që sidoqoftë zgjoi diçka tek këto anë që më pëlqeu, më vonë. Këtë po thoshe. Dhe me këto varietetet që kanë çdo vend në botë dhe çdo njeri, sepse secili ka shijet e veta, secili është më vete dhe ka dëshirat e veta, po thoshe që sidoqoftë është e rëndësishme që të puqesh me një njeri, pra të përqafohesh me një njeri dhe të puthesh, pse jo. Sepse normal, me të dashurin, me të dashurën, me gruan, me burrin, dhe po thosha që është e rëndësishme sepse përveç se zgjon
disa vatra të rëndësishme, por heq edhe stresin dhe lindin neurone të reja, lindin neurone më të forta në tru, ose lindin qelizat të reja, pikërisht pra nga këto hormonet që shpërthejnë në atë moment që puth njeriun. Kështu që nga sot doja t'ja u kujtoj edhe njerë, puthni pak më shumë, okej? Doja thjesht t'ja u kujtoja. Ju dua fort. Hajde, natën e mirë, sot doja folëm për puthjet sot. Kalofshi bukur.